Mësuesit në disa ZVA kanë denoncuar një sër problemesh lidhur me pagesat e transportit. Raportohet se në Vaun e Dejës dhe Malsinë e Madhe prej kohësh nuk po zbatohet siç duhet rregullat e udhëzimit për mësuesit. Në një intervistë për Ora News, presidenti i Sindikatës së Pavarur të Arsimit, Nevruz Kapteli, tregon se ka pasur një sër ankesash nga mësuesit për pagesat e papaguara apo vonesat e gjata. Ka punonjës të përgjegjshëm, më do themi me plot gojën, në administratën e këtyre ZVA-ve që nuk zbatojnë ashtu siç duhet VKM-n e transportit. Dhe unë këtu do të thosha që kemi Vaun e Dejës, Malsinë e Madhe, të dyja ZVA-t që nuk zbatojnë ashtu siç është e përcaktuar në VKM pagesat e transportit të mësuesve. Kapteli thotë se sindikata ka kërkuar vazhdimisht shpjegime dhe masa konkrete, por pavarësisht kësaj, ankesat duket se kanë rënë në vesh të shurdhër. Ne vazhdimisht kemi kërkuar në ministri, janë çuar me fjalë sqarimet përkatëse nga sekretari i përgjithshëm dhe për çudi ende këto dy ZVA akoma me fjalë nuk kanë zgjidhur këtë. Një tjetër shqetësim nga Sindikata e Pavarur e Arsimit është mungesa e koordinimit midis administratës lokale dhe institucioneve përkatëse. Bashkia për punojësit e arsimit parashkollor jo vetëm që ka zbatuar VKM-n e transportit, VKM-n e re të transportit, por ju ka dhënë mësuesve edhe ka shlyer dhe detyrimet e prapambetura që ata nuk i kishin marrë si pasojë e zbatimit jo korrekt të VKM-s. Problemet të tjera përveç transportit mësuesve janë ngarkesa burokratike e mësuesve, për të cilët ne vazhdimisht kemi kërkuar që të lehtësohet që mësuesi të i kushtoj më shumë rëndësi mësimdhënies. Kreu i Sindikatës së Pavarur të Arsimit, Nevruz Kapteli, bën thirrje që kjo situatë të zgjidhet sa më shpejt dhe të mos injorohet.